Kthehemi në studio me pjesën e dytë të emisionit, pjesën kontaktuese ku ju mund t'i bëni pyetjet përmes numrit të telefonit +383 45 471 848. Përveç ndërpërterjes në numër edhe në Viber e WhatsApp, si dhe tek rubrika dërgoni mesazh, shkruani pyetjet tuaja atje. Ne do t'ju përgjigjemi me kënaqësi atyre deri në orën 21:30 si rëndom, sipas nevojës së kërkesës edhe me tutje pas me të vogël problem. Mirpresim telefonatat, mirpresim pyetjet tuaja, mirëkuptimi gjithmonë pritet që të qëndroni në linjë deri në dhënien e përgjigjes paraprake, edhe pastaj të bëni pyetjet përmes telefonit drejt për drejt. Zyrtarisht të tham deri në orën 21:30. Pra, jemi në pjesën e dytë të emisionit drejt për drejt, pyetjet i bëni qoftë për temë, qoftë për gjithçka që ju doni ti shtoni njohuritë tuaja për Islamin. Nëse Rezia thotë që nuk kemi telefonat, ne nisim pjesën e dytë me pyetjet tashmë të dërguara në studio dhe lexojmë edhe me të parën. Selam aleikum për të gjithë ju në studio. Aleikum selam, si gjithmonë përgjigjja është. Pyetja thotë kështu, hoxhë nderuar. Cila është lutja më e mirë e moçme për udhëzim, sepse ka kohë që po bëj përpjekje për t'i falur 5 kohët të namazit, për të agjëruar Ramazanin dhe ditët e tjera, për të dhënë lëmosh dhe në përgjithësi të bëhem musliman i mirë. Por se që ka diçka që po më ndalon, po më ftof e largon nga të gjitha këto përpjekje, Allahu ju ruaj juve. Amin. Amin edhe ty, Allah të rujt, e të zoft, e të forcoft. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulina. Para se me shku të lutjet, që veç e përmenëm lutjen, njënën ndër lutjet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë çdo herë, është me rëndësi që të ndrën stilin e jetesës, mënyrën e jetesës, do më thonë, le të largohet prej mëkateve, në të cilat ndodhet ai personalisht, pastaj le të largohet e dyta prej shoqërisë mëkatare. Domthon sepse këto janë edhe vetë mëkati që është prezent, domthon ai çdo njeri e njeh veten e tij më së miri dhe ai e din cili është çaj mëkat ose çato mëkate që nuk po e lojnë për me shku deri tek veprat e mira. Pastaj edhe din ai cilat janë ato shoqëri ose ata njerëz individ me të cilët ai ose është duke mëkatuar bashkërisht ose domthon është duke jetuar me mëkatar. Prandaj përveç kësaj ai duhet ta shikojë domthon se çka është çaja që po mdalon. Nuk ka diçka që të ndalë, që të kapë, që të lidhë, mos më uqu me u falë. Pastaj, që duhet me bo? Duhet me bo që është bojnë na. Edhe na nuk e lojna dikush me arë më na prit, më na thirë, më na shtru të pinë e kuqe se zbon vakia ja punë. As nuk vjen me laqja më të ka për dore, për krahu që falu, por duhet me bot njëtën puna, me lanë alarmin për sabat, dhe më thonë, qysh në punë, s'po mund më të nalë kërkush me kryqë ato punë, qysh s'po mund më të nalë kërkush me hangër edhe me pi, mu veshe dhe mu math, me dalë mu shetit, dhe më thonë, këto tjerat kanë përparsi para kësajna, dhe më thonë, ibadetet në nështrueshmëria ndaj Allahut të Madhërisëm ka përparsi ndaj këtyre gjanave të tjera, sepse ato i ka kërku Allahu i Madhërisëm, ndërsa këto i kërkan ti vetë. Dhe më thonë, i lyp kësaj. Prandaj, lutjen të cilën e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që e përmendëm është, o ti rrotulluesi i zemrave, ma fuqizo zemrën time ose ma qelikos ose ma bët vendosër zemrën time në itat ndaj teje, në nënshtrueshmëri ndaj teje. Pastaj me lutje tjera çfarë të kujtohet ty, o Zot lehtësoma, o Zot ndihmom, o Zot largom prej të këqijave, largoj të këqijat prej meje, o Zot afrom afër mëshirës tënde, edhe çka të kujtohet diçka tjetër, domethënë me ju drejtu Allahut të Madhërisëm shqip çashtu që është ti, sepse Allahu i din gjitha gjuhët, ai ka kriju gjuhët, prandaj lutju me sinqeritet. Me emër të Zotit nëse je i sinqert në ato çka po thu, Allah ka më të marë pranë mëshirës së tij, pranë udhëzimit të tij, vetëm se ti duhet të jesh këmbgulës në atë që po i kërkon Allahut të Madhërisëm dhe ta dëshmosh këtë këmbgulësi duke u munduar, duke e bërë hapin që të afrohesh drejt Allahut të Madhërisëm, sepse Allahu i Madhërisëm në një hadith kutsi e përmend, thotë nëse robi mu më afrohet një pllum. Kjo është një pllum, thotë unë ja afrohem atij një kut. Kjo është kut, prema e gishtave deri në bryl. Thot, nëse robi më afrohet mu, thot, një kut, thot, unë i afrohem atij një pash. Pash është sa i hap të dy durt. Në gjithherë Allahu në afrohet neve me shumë diçka më të madhe se sa ne që jemi afruar Allahut të Madhërisëm. Nëse robi më vjen mu duke ecë,
Allah thot unë i vi atij duke vrapuar. La ilaha illallah. Se si? Domethënë me afërsi. Pastaj me mëshirë, me udhëzim, me mbrojtje. Prandaj thot derisa thot robi është këmbgulës në të vërtetën, është këmbgulës në fjalën e Allahut, thot derisa unë tek ai bëhem syri që shikon, veshi që dëgjon, dora që punon, koma që ecë me një fjalë, goja që flet krejt, që nën kupton për kësaj nuk e flet haramin, nuk e shikon haramin, nuk e dëgjon haramin, nuk e vepron haramin, nuk shkel në haram, domthonë nuk shoqërohesh me haramin në asnjë format, në asnjë mënyrë, domthonë edhe kësaj thot Allah derisa tani ky bëhet i dashuri i im. Prandaj kush do ta bëj hapin i parë? Hapin do ta bëj parë robi. Por Allah gjithherë vjen me mirësi më të mëdha se që i shkon te Allahu të Madhërisht. Pastaj kur të dën Allahu robin, thot Xhibrilit alayhis salam me emër, thot un po e du filanin, duaje edhe ti. Xhibrili është krye meleku, melaçja më e madhe e Allahut të Madhërisht. Pastaj Xhibrili alayhis salam i përgjigjet thot o Zot, Xhibrili e don filanin, Allahu thot urdhroi banorët e qiellit që ta dojnë filanin me emër. Pastaj Xhibrili ja u përcjell porosinë e Allahut të Madhërisht dhe banorët e qiellit me gjitha melaçet, domethënë ja kthejnë Xhibrilit alayhis salam dhe Xhibrili ja kthen Allahut të Madhërisht përgjigjen se banorët e qiellit po e dojnë filanin me emër. Pastaj Allah thot kthen dashurinë për robin tim thot në mesin e njerëzve dhe pastaj edhe njerëzit e dojnë. Me çka unis? Ku unis? Hapin du ta bëjmë ne për më afru te Allahu i Madhërisht. Allah ta ofroft ty e neve e na mbajt pran udhëzimit ti, pran mëshirës së ti, ja Rabbel Alamin. Amen. Shkojmë në pyetjen e radhës. Cili është gjykimi në Islam për disa prej besimeve a shprehjeve tona ndoshta të pamendura mirë, të paqëllimshme, por që me të cilat ne mund të bijmë në gjuna. Për shembull, ai naltet tin tokë sebebun me pështu, Zoti para në mbrapa, thyrja pasyrës, kalimi i macës, nyjet në pej, i ke përmend disa prej shembujve që i bëjmë në përditshmëri edhe si me ndalu këto shprehje dhe si me u shmang nga këto gjëra, por cila është gjykimi nëse ne i bëjmë këto që përmendën. Këto që i përmendi vëlla apo motra nuk kanë gjykim të barabartë. Domthonë disa prej tyre janë shirk, disa prej tyre janë bestytni, kemi qartë, për shembull, ishte e para cila ishte? Por ai naltet tin tokë nuk është në rregull, se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, Zoti edhe ti. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam jo, të krahasohem me Allahun e Madhërisht. Për shembull, nuk lejohet me thonë më ka shëru filan doktori, po të mos ishte filan doktori, po të mos ishte ku diun në Amerika ndërkombëtarët ne do të na hanë te Serbia, do të zhbëheshim. Jo, Allahu i çon sebepe, domethënë Allah i çon sebepin bën me përmend. Domethënë këtë rast Allah ma çoj sebe filanin, po. Domethënë ndërsa me mendu se shpëtimtari ynë ose po absolutisht këto janë shirk, domethënë këto nuk lejohen. Ndërsa thyrja pasyrë është bestytni, që edhe ajo realisht nuk mrin sa drejtë shirku, por edhe ajo nuk është në rregull. Kalimi i macës nuk ka, domethënë këto janë veprime të cilat nxajnë vend ose bindjet nxajnë vend tek njerëzit e pa informuar dhe atë hapësirë të plotësimit të tauhidit që e përmenëm pak më lart, edhe plotësimit të njohurive fetare i mush me diçka tjetër. Prandaj është e udhës me shku te hoxha, me i dëgju ligjëratat, tash elhamdulillah kemi në YouTube, kemi në Facebook, në Instagram, në tona formatet, po domethënë kemi ligjërata sa dush. Çka po mdhem është, për shembull se ne kemi shumë ligjërata në Prishtinë, në tona xhamiat e Prishtinës, por kemi pak vjueshmëri. Sikurse, domethënë kjo çësia, që kjo mundësia i ka demelu njerëzit. Domethënë i ka bë dembela se hajtë se e dim kryesorja më fal. Patjetër që duhet më fal, por kryesorja e dytë masi të falemi është me njoft tani Zotin e Madhërisht, me njoft pejgamberin alayhis salam, edhe me njoft fen islame me argumente. Kur nuk e njeh fen islame me argumente, atëherë i beson macës, i beson domethënë hijes, i beson patkonit, i beson dikujt tjetër. Prandaj ju lus vëllezër edhe motra të shkoni në ligjërata te hoxha ju, hoxha e lagjës apo i fshatit, nëse hoxha në bile përveç xhumos nuk e ka dhe një ders tjetër, atëherë është rënë me shku ndë hoxhën. Domethënë me zgju prej xhumit që mana një ligjërat brenda javës që realisht ajo xhumoja është farz. Dikush del prej punës, dikush po patjetër. Herë po bjen shi, herë po është diell, herë po do të shkurt, ndërsa një ligjërat për kadale, domethënë në majt brenda javës, e mas ligjëratës tani pyetje përgjigje, domethënë, edhe mendoj se kështu atëherë vim tu i mësu senet.
kësaj, domethënë nuk është dispozita e njëjtë e çdo njënës prej tyre, por ne i largojmë këto duke mësuar fen ton me argumente. Është fjallia e fundit, përmes me hyn hak thjesht si pyetje, lidhja penjve, shtyrje fatit. Domethënë çdo të çka fal besëtni, Po, ajo mund të kalojë flash, varet njëti edhe qëllimi dhe çfarë punë bën, sepse ajo mund pastaj të kalojë edhe në sihr, në gji krejt. Domethënë pastaj janë gjëra që nuk guxojmë me zonë vend mesin ton, por mos e ka pas fjalën për shkak të shënxerxhit që kanë gjatë këtyre ditëve, domethënë lidhja e fundit pas ka fut në kllava, po edhe pjesë edhe lidhja e pejve në një, lidhja e pejve për më shty fati ku ka në një është po pastaj ka sihr, dikush që domethënë kështu bëhet sihr, Zoti na ruaj. Prandaj nuk guxojmë me gjet vend në mesin e familjeve besimtare e as në mesin e individit. Allah na përmirësoft gjendjen tonë, na e fal të kalumet, na e përmirësoft të ardhmen. Amen. Telefonat nuk kemi, po e përsëri për çdo rast numri +33 45 471 843 drejt në numër, por edhe në Viber e WhatsApp. Mi presim telefonatet tuaja. Ndërkohë shkojmë me pyetjen e radhës. A konsiderohet martesë halal sipas Islamit pëlqimi i çiftit e prindërve të tyre, apo ka edhe më shumë diçka më shumë se kaq e që është halal apo ndoshta haram e ne nuk e dim? Nuk konsiderohet martesë, nuk konsiderohet nikah, pëlqimi i çiftit, sepse sa njerë mund më të pëlqy, domethënë edhe baba mund me pajtu se dikush përfoli për pa u plotësu edhe dispozita tjera, domethënë çka kërkohet kërkesa. Domethënë mundet baba idealit me kërku dorën e vajzës, por në Islam lejohet edhe vajza ose baba idealit e vajzës me kërku, domethënë me u martu, domethënë shkusi ose mset që thonë ana me qu, lejohet edhe njëra tjetër. Kërkesa dhe pranimi, domethënë e dyta pranimi. Domethënë kjo thonë dietarët kërkesa, po tash edhe pala tjetër duhet me pranu. Domethënë edhe kjo kërkesa edhe pranimi thonë duhet me kon në njëjtën kohë, në njëjtin vend. Domethënë që ato më dëgju. Pastaj pika e tretë duhet të jenë dëshmitarët. Duhet të jenë minimumi 2 dëshmitar burra. Domethënë që po e dëgjojnë kërkesën, po e dëgjojnë pranimin për 2 palëve. Pastaj nëse nuk janë 2 burra, lejohet me qenë 1 burr edhe 2 gra. Domethënë po flasim minimum, sepse mundet me qenë tër xhamia ose tër shtëpia, ose domethënë me njerëz të cilët e dëgjojnë ato fjalë, domethënë pastaj me u caktu mehri. Edhe këto janë 4 pikat që e bëjnë nikahin e vlefshëm të shëndosh. E rëndësishme me qenë një hoxh ato që mos me lan me gabu, domethënë, por megjithatë edhe pa hoxhën ka te malikit që e pranojnë, domethënë si nikah. Por pa qenë këto 4 dispozita, nuk është nikah, nuk është e vlefshme as martesë, e as nuk lejohet djali me u vetmu me vajzën, domethënë edhe me dalë me ushëtitë diçka tjetër. Bravo. Një pyetje tash që s'po na shmangë për probleme familjare, si të jetojmë hoxhë nderuar, thot me ato gra që nuk njohin asnjë autoritet tjetër përveç tyre dhe nuk na japin llogari pothuajse për asgjë në burrave, të cilët ditë ditës po zhveshemi nga çdo e drejtë si burra, por edhe si prind nga gratë tona dhe si mos tjetë kjo mungut edhe nga shteti poshtë i cili po ndërhyn në raportet tona me to dhe me fëmijët tonë. Dhe më zemra, Si me jetu, po pyetja. po, kjo gjendje ma shumë është në perëndim, por fatkeqësisht po na vjen dita ditës edhe tek ne, po. Ajo çka na mërzit është fakti gratë e rebeluara, domethënë edhe aq më tepër kur dëgjon se ajo është me namaz, ajo është me shami, edhe thotë kjo është e drejtë e jamja, s'është e drejtë e jamja, pas itatit ndaj Allah dhe pejgamberit alayhis salam, gruaja e martuar do të ketë itat ndaj burrit. Pas nënshtrueshmërisë ndaj Allah dhe pejgamberit alayhis salam, do të me pas nënshtrueshmëri ndaj babës, po flasim sa është pa martu. Në momentin kur martohet, kalon nënshtrueshmëria tek burri. Kjo nuk nënkupton se ja hajmë të drejtat, ja mohojmë të drejtat një gruaje, por kjo nënkupton që realisht me vazhdu jeta qetë, familja qetë, pa pas probleme. Kjo nuk nënkupton që burri me i marrë të drejtat e grus edhe të fëmijëve
ndorë edhe realisht ata mos me pas të drejt as të ngrisin zërin, as të bëjnë kërkesa, as të marrin vendime. Vendimet i marrin bashkarisht. Për gjana të mëdha, po flasim të rëndësishme për interesin e tërë familjes, ulemi në një sofër, ulemi në një tavolinë, tu pi çaj, tu diskutu, mbledhjet familjare duhet të jenë prezente në mesin tonë. Edhe ata të cilët mendojnë se s'duhet të kemi mbledhje familjare kanë gabim. Sepse në kohën e sotit për shembull ka veprime që i sheh ka njëna anë dokën armiqësore, nëse sheh ka kënd i burrit. Nëse ndalet atë të sqaron, po e zëm fëmiu ose gruaja, domethënë atëherë e sheh se ndoshta na ka nol pak historia dikon edhe na duhet po absolutisht, domethënë duhet me pas parasysh këtë pjesë, po. Edhe nëse fëmijët shohin diçka se baba ose nana është demode, është mirë me ia thonë çat pjesë me edukat, por nëse e lajnë babën ose nanën mos sqaru, ajo del që nuk është demode, por është vlerë e cila nuk ndryshon deri në kiamet. E kemi të qartë, por mediat ose rrjetet sociale ja kanë shpërlar trurin vajzës apo djalit dhe kanë bërë me mendu, domethënë se një diçka e tillë duhet të ndryshojë, se të përmirësohet sipas bindjeve së tyre, por kur e dëgjon prej babës apo prej nanës, domethënë atëherë kthehet. Prandaj në këtë aspekt mendoj që duhet ta shikojnë, sepse është problem pa e njoft hallin, pa e njoft domethënë çiftin në ndoshta me dëgju të dy palët është problem për një studio televizive me i zgjedh problemet tona, nuk është e lehtë e tyre, nuk është e lehtë domethënë përmes këtuit, por ajo po flasim në generale, është mirë me pa dhe me fol, me tregu babës së vajzës se këtu është problemi, me tregu nanës ose vllat ose motrës ose një shoqës së gruas, domethënë që nuk po funksionon çet aspekt, ti ndoshta mund të na ndihmosh, por nëse sheh se ata i dalin krah dhe e nxisin, atëherë lindin probleme tjera, domethënë ç'a me bë tani me fëmijët, ç'a me bë me këto, domethënë e sheh, domethënë unë nuk them për me u shkurërzu, por megjithatë Allah ka lënë të fundit, domethënë puna e shkurërzimit, ndoshta më mirë është një shkurërzim, edhe pse është fund i keq i dhimbshëm, sesa një jetë me zhurma, një jetë me probleme, burri mundohet ta sundoj gruan, gruaja mundohet të tregoj pavarësinë e saj dhe krejt këto energji negative të babës edhe të nanës shkarkohen tek fëmijët pastaj. Domethënë edhe ata nuk kanë të ardhme të ndritshme. Prandaj mendoj që ndoshta ju bën mirë 2 javë ditë me dalë veç ju 2 bashkë, dikun ose 1 javë, me ala fëmijë dikujna edhe mos sqaru, ose një darkë të paktën veç burri dhe gruaja, me dalë, me sqaru njëri tjetrin, domethënë që kjo po më dhem, që kjo po më pengon. Ndoshta ju bën mirë me jetu 1 javë, ajo te nana vet, ti te prindët tu, domethënë edhe me ndi ka herë, edhe kjo largësi e bën me ndi, domethënë atë mungesën e njëri tjetrit edhe me korrigju çdo njëri vetveten e tyre. Prandaj është mirë me kqyr se në çfarë niveli, në çfarë faze janë. Prandaj nuk mund ta themi me precizitetin më të plotë se bën këta se ato pa e njoft problemin, domethënë edhe pa e njoft çiftin. Po, patjetër. Lutë Zotin e Madhërisëm që Allahu t'ja u largon problemet juve dhe të gjithë muslimanëve dhe t'ju afron me njëri tjetrin, se zatën burri është kriju për gruan, gruaja është krijuar për burrin dhe vetëm kësaj e plotësojmë njëri tjetrin. Domethënë, duke plotësuar njëri tjetrin, plotësojmë vetveten tonë dhe plotësojmë familjen tonë. Allah na plotësoft jetën tonë ya Rabbel Alamin. Amen. Shkojmë me pyetjen e radhës. Hoxha nderuar, ma bën me u lut për mëshirë, falje e shpërblim me xhenet për ata njerëz që nga familjarët tanë të ngushtë, që vdesin me emrin mbi emrin musliman, por nuk kanë qenë fare besimtar. Mos për qëllim nuk kanë qenë praktikant të fesë, sigurisht. Mendoj se populli ynë ka karakteristika të veçanta prej popujve të tjerë. Prej punës në teren, kemi has se populli ynë është popull besimtar. Vishifet tash, në kohën e fundit, çfarë me qujtë ashtu, milionat janë dhonë për me qitë njerëzit prej dinit, prej imanit, me qunë lëvizjen e doshanit, e anena e kënene, kanë bo qëmës, 5.000 euro, 10.000 euro, ndërta një kësi, ndërta një kish, ndërta një shtëpi, ndërta një asit, bi 400 shoqata.
punojnë kombëtare e ndërkombëtare, domethënë për me i largu njerëz prej dinit, edhe kemi çka kanë mujt me marrë do rakigji, do drogirasha, do njerëz pa familje, do njerëz prisht, domethënë të cilët absolutisht kanë qenë në shirk edhe më herët, domethënë s'kanë qenë besimtar. E kemi çfarë domethënë të prisht moralisht, harxhuar intelektualisht, domethënë veç shifi pasqyrën e atyre, absolutisht, domethënë siç thoshte hoxha Ekrem, thoshte as kanë qenë pjesëtar kësaj feje që kanë lënë, e as nuk janë bë pjesëtar të asaj feje që po thonë që kanë përqafu, domethënë as që përmend popullin as hajri turkut, as sherri shkat, domethënë s'ka dobin ta, as ata që i kanë pranu pas, as ne, as ka dobi as kombi, që ata në emën të kombit, në emën domethënë të patriotizmit, absolutisht, po çfarë kartë ju kanë metë? Njerëz më të prish domethënë kanë kartën e nacionalizmit, domethënë kombëtarës që tyne domethënë s'kan vlera tjera që me dhon këtij veni, edhe në çato fotografi do flamura do si sen, domethënë me çato se. Nesër me sprovu zoti këtë vend, atyre del kanë punë më herë. Domethënë jo po më dhan veshka, jo më ka thirr djalin në Zvicër, ja i tjetër në Gjermani ikin. A kupton? Allah mos na sprovoj, se nesër me në kundërt. Absolutisht, po. Jo, absolutisht, ki drejt plotësisht, domethënë, sepse është interesant se merr edhe lexon historinë shqiptare, edhe të Kosovës në veçantë, për shembull, ka pasur edhe popull jugosllav. Tash populli jugoslav nuk ekziston, por që ta janë pasardhësit e tyre në ideologji, nuk them po pasardhës në gjak ose në gjend, por janë në ideologji, domethënë. Pastaj, domethënë, këta janë njerëzit të cilët realisht janë gabimtar me quajtë ashtu të partë, ndërsa na shitë neve patriotat më të mëdhenj. Për të kthyer tek pika e debatit. A me u lut për ta, jo, se desin. Po tash, pikërisht prej punës në terren, na kemi hasë se populli jonë është popull besimtar. Çfarë them? Krejt kjo buj nuk ka mujt me i largu prej dinit e prej imanit. Përveç do rakigji, do drogirasha, do njerëz pa familje, njerëz pa tru, njerëz pa mendje, pa zemër, domethënë çata e kanë marrë. Domethënë absolutisht, ata ndoshta me kqyr me sitën edhe me kanarin, islam ata s'kanë qenë muslimanë as atëherë. Jo, po tash veç gjithkund ka pas munafika, gjithkund ka pas dyftysha, domethënë te pejgamberi alayhis salam, edhe tek ne, po alhamdulillah këta dolën dyftësia e tij, domethënë po sprovu popullin me ndaj luftë ose me ndaj diçka tjetër. E tani, unë çfarë po them, prej punës në terren është pas se populli është besimtar. E para, por e dyta, në mas të madhe është një ignorancë që nuk e një fenë. Edhe unë shumë lutna, shumë besojnë Zotin e Madhreshëm, se Zoti këta i gjykon si të paditur. Populli jonë është popull besimtar, por nuk e din vlerën e namazit, nuk e din rëndësinë e agjerimit, nuk e din, ndoshta të agjerimit po. Ndoshta ka ardhur feja në dy sene. Allah e në rovë, domethënë, në agjerim edhe në synë e tij. Domethënë çdo dyja edhe në emër, domethënë që ka pas faza, domethënë ngritje dhe ramje, ky ummet me qujtë në raport me fen, unë shumë besoj në Zotin e Madhreshëm se kanë qenë besimtar, Allahu do t'i gjykon në bazë të mëshirës së tij, domethënë të e pas në hatër se këta nuk e kanë njohur Zotin, nuk e kanë njohur fen, sepse mundësia nuk ka qenë shumë e madhe, shkëputja ka qenë e jashtëzakonshme, domethënë mos flasim këto rrethana, këto kushte që jemi ne sot. Te din vitet e 90-ta, ka qenë një ilmi hall, një yasin, një dituri islame, dikur si vonë, domethënë kanë qenë ndaj takvim tek tok, domethënë çto 4-5 libra me dituri islame, me krejt çka dolën, edukat islame, nuk kanë qenë 10, s'kanë qenë, domethënë po flasim krejt ato që kanë mujt me pas. Absolutisht, domethënë një njerëz që ka mujt me pas, domethënë një librari e islame, domethënë ka qenë tituj në gishtat të dorës. Prandaj edhe ata më thot, agja jem, tash është Rahmetli, kur e ka ble Kur'anin e parë të përkthyer në gjuhën shqipe, ka ble me kredi. Domethënë që qasja s'ka qenë e mundur për gjithkënd, s'ka mujt gjithkush me ble, domethënë librin, edhe nëse edhe nëse do të kishte, s'ka pas, domethënë, por edhe qasja nuk ka qenë, siç sot e kemi në shuplak dorës, cilën tem po donti, cilën hoj po donti, domethënë çka po don, absolutisht çka dushti, cilën lexues Kur'anit po don. Domethënë tu i marr çto parasysh, un kam shumë besim në Allahun e Madhreshëm se Allahu do të ketë mëshirë ndaj tyre. Prandaj tham, lutuni për ta, jepni sadak për ta. Po. Absolutisht. Po, domethënë, unë them që lutuni për ta, jepni sadak për ta, bëni punë të mira për ta, edhe kemi ymët në Allahun e Madhreshëm se Allah do të lëshon në rahmet edhe mbi ta, edhe mbi neve. Allahu neve gjallëve na drejtoft e të vdekurit ton i falt e i mëshiroft ja Rabbi. Amin. Një temë bashkëhore është, jemi tek kjo pjesë që është bërë edhe pyetja.
prind shqetësues sigurisht. Sa jemi po thot bashkëpunëtor në faje gjinohen e prindrit, në harximet që po bëjmë për fëmijët tanë në festë të ndryshme, në përgjithësi. Përfshirë këto edhe të fundit të vitit shkollor, mbrëmje, shëtitje e çka jo tjetër që fëmijët po na kërkojnë. Po kush është bashkëpunëtori tjetër përveç se prindrit? Domthonë çaj që e drejton familjen, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, thot çdo njeri prej jush është bari, është çoban. Do të mirët në pyetje dhe për kopen që i besot atij, dhe çdo njeri prej jush do të mirët në pyetje. Domthonë jeni çoban edhe do të pyeteni. Kryetari është bari i shtetit, i pjesëtarëve, domethënë që ati shteti, hoxha është bari ose domethënë do të mirët në llogari para Allahut Madhërisht për xhamatin që i ka pri, a ke dalë i përgatitur na veç që ato mbien mend, që ato më thon diçka, a ke ditë që domethënë temën e ke përgatitur, a ke pri njerëz, a ke këshilluar të mirë, a ke ndalu nga e keqja, domethënë pastaj burri do të jetë edhe është bari për familjen e tij dhe do të pyetet për anëtarët e familjes, gruaja do të pyetet domethënë për pasurinë e burrit, shërbëtori do të pyetet për pasurinë e zotëriut të tij, punëtori thjesht do të pyetet për punën që ka bërë, domethënë për menaxherin, drejtorin, pronarin e kompanisë, se aja ka rujt pasurinë e çdo njëri prej nesh. Prandaj në këtë rast kush tjetër përveç babës edhe nanës, domethënë a jemi pjesëmarrës gjithsesi, jo pjesëmarrës po kryesorët. Domethënë është baba edhe nana, të cilët duhet t'i tregojnë fëmijëve se kjo është halal dhe kjo është haram. Kjo lejohet me hangër, kjo nuk lejohet me hangër. Kjo lejohet mu vesh, kjo nuk lejohet mu vesh. Kjo lejohet mu festu, kjo nuk lejohet mu festu. Prandaj ne nuk guxojmë të tjetërsohemi deri në atë mos, saqë të mos mund t'i themi fëmijëve tonë se nuk lejohet që kjo punë me bo. Është haram me shku në mbrëmjen e maturës. Jo se son e doj për gjeneratës vet. Atëherë çka dallon ti prej prindërve mëkatar? Domthonë gruaja, nana vetë me shami, ndërsa vajzën e përcjell për mbrëmjet maturës të zhveshur totalisht. Domthonë ti po don me shku për xhenet, ndërsa vajzën tënde e nis për zjarr. Prandaj ose baba, këne ka mjekrën, këne edhe namazin e sabah dale fal xhami, këne është drejt po të rian, le të shijojnë jetën. Po çka nëse Zoti na rujt e zëm vdekja që ato e vladën tënd? E ti, domethënë me parën tënde, me mundin tënd e bone realisht që me shku që ato, domethënë e vladit. Prandaj nëse flasim për dy bajramat, që ato shpenzime që ka i shpenzojmë janë sadak me emër Zotit edhe është sevap. Nëse flasim për festa tjera, Allahu është i hidhruar dhe ne nuk guxojmë të gjindemi aty. Përveç darsmave halal, domethënë edhe kjo është. Inshallah se boll sprov. Allah na përmirësot gjendjen e Amin. Edhe pse falem, prandaj duhet me edukat baba dhe nana të ul fëmijët e të tregon halalën dhe haramin dhe të jetë pastaj këmbgulës. Domethënë jo, është haram dhe u kry e punë. Jo pse unë po them me shit autoritet, jo. Pse Zoti ka thonë. Pejgamberi alayhis salam, unë edhe ti bashk kemi me pasu që ato që ka thonë Allahu Madhërisht. E nëse ti don me gabu me deviju, atëherë unë jam baba, unë jam nana me një fjalë që ka më tregu se çysh duhet me bë sabër ndaj këtij fenomeni që është shfaq, domethënë edhe si duhet të gjendemi në këtë rast. Thot edhe pse falem shpesh shoh ëndra të këqija dhe të cilat më zgjojnë nga gjumë dhe secili e tyre edhe falen namaz, domethënë për zotë të frikës. Po pse? Po pyetje pse po shoh ëndra të tilla? Ka shumë me qujtë ashtu sebebe, shkaqe, por dy po i përmendim. E para ti mund të jesh prej atyre të cilët ndoshta shikojnë filmat horror, filmat të frikshëm. Para prim pak. Po, dëgjon zhurma. Për shembull, ka më shumë se 2 raste vinë xhamit ton për më konsultu për shkak të frikës dhe kur fillojmë me folë dhe shohim domethënë sheh skena të jetë fshisa. Absolutisht, domethënë ato lojnë gjurmë tru. Edhe tani kur i qet truni ato bashkur s'ka nevojë njeri për to, e kemi të qartë. Qoftë në pleçni, qoftë në vetmi, qoftë në gjumë, qoftë dikun tjetër, prandaj unë mendoj se duhet t'i lëni këto far filmash, këto far skenash, domethënë pastaj kjo është e para, është shumë e rëndësishme që të mos e bëjmë jetën me zhurmë. Qoftë ty më të bërtit, qoftë ti më bërtit dikuj tjetër, pastaj kjo mund të jetë edhe prej
me thonë ashtu edhe prej cytjeve, por për punën e cytjeve kemi pastaj dhikrin që na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur shkosh në shtrat, thu a'udhu billahi minash shaitanir rajim, edhe fshin krejt shtratin, pastaj çta dy gishta i qet këtu, edhe kështu ja bën, domethënë çfarë më thonë grushtat i afron tek huna dhe tek goja, e këndon elhamdulillahin, ja bën kështu, i fryn vetes krejt në këtë trupit, njëherë elhamdulillahin, njëherë të spidohen, 3 herë kulu vallahin, 3 herë kulu të brabil felek, 3 herë kulu të brabil nas, edhe i fryn krejt qashtu. Në më pas çdo këndimi, bjen në krahun tënd të djathtë, edhe këndon 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 34 herë Allahu akbar, me emër të Zotit nuk kanë me qenë që ato më prezent të ti. E më njerë filmat për du me thënë Milan. Po është, domethënë, Pas ke pas raste konkrete, dy raste kemi pas. Domethënë të cilët kanë qenë për aty që s'kan guxuar me rënë në shtëpi hiç vet. E kemi qartë. Hoxhë ndërrum thotë, është e vërtetë se të përbetuarit rrajshëm të përcjell deri në 7 gjenerata ose breza, edhe na mund t'i vuajmë pasojat atyre përbetimeve të rrajshme. Alhamdulillah që s'është kështu. Alhamdulillah. Domethënë çdo njeri të përket ajo të cilën e ka bëu vet, po. Alhamdulillah, mirë shumë. Kam ofertë thotë për që për klubin tim të futbollit ti fitoj 10.000 euro për 2 vite nëse në dresat e fëmijëve e reklamojmë një pije të ndaluar. Ti pranoj këto para edhe t'ja për bamirësi, por reklama duhet me shku për 2 vite apo ti refuzoj parat? Natyrisht që duhet të refuzuar. Se nuk ka bamirësi në mënyrë të dytë, fleqt. Nëna është ndaluar fitimi saj, ne do të pyetemi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka me bu hap biri Ademit në ditën e gjykimit për pa u pyet për 4 gjëra. Këto 4 pyetje vijnë pasi të kena kry punën e namazit. Domthonë, pyetja e parë është namazi. Tani kemi edhe 4 pyetje tjera. Njëra ndër to është pasurinë ku e ke fituar dhe ku e ke harxhu. Në shumë e rëndësi, qysh e ke fitu. Se shumë njerëz mendojnë se duhet me fitu veç me fitu halal, e ku që është punë e jemja, se unë jam pronari i parës. Jo, nuk je pronari absolut, është Allah e madhërishëm. Domthonë, absolutisht, pa tjetër. Prandaj domthonë nuk lejohet me dhonë sadak në këtë formë se është formë e ndytë, e flesht. Sikurse nuk hipet paraja e kamatës, domthonë paraja fituar nga kamata sadak, ose për me marru xhami ose për me ndresh një diçka, domthonë. Mund shumë i dhonë për s'ka se vapë? Jo, po s'ki duhet me pranu heq ata, domethënë. As edhe nëse dikush do me dhonë, ai që po marrën xhami, ai që domethënë po mbledh sadako, domethënë për dikën nuk guxon me pranu një diçka të tillë. Ndërsa pjesa e kamatës që i lojnë parët në banka, në sidomos në perëndim, në i lojnë një sasi të caktuar të parave, ose ju takon vetë ato, ç'a me botash, a me aulon bankës që ato, a me marrë që ato. Unë them mos me alon bankës që ato, por jo me marrë me shfrytzu që atë pare për antarët e familjes e as me dhonë sadaka. Por shiqen ku në teren, për shembull, janë tu marru xhamijat ose tu rindërtu xhamijat, edhe qenë Allah e nderoft për ndërtimin e tualeteve, vetëm tualete. Jo dikun tjetër. E kemi qartë, jo për çati, jo për tepi, jo për qeshme, jo për diçka tjetër, veç për ndërtimin e tualeteve. Domthonë paron, sidomos në shtetet perëndimore, e cila i bjen prej kamatës që kaq shumë, domthonë qoftë e vogël, qoftë e madhe, sepse atë para ai ta zguzojnë me lënë të shtëpia, e nëse e lajnë në bankë, ju takon një shumë e caktuar e kamatës. Domthonë, as nuk lejohet me përdor vet, as nuk lejohet me dhon sadaka, po çam i bëhollet mos ja le bankës. Unë them mos ja le bankës, sepse nuk dihet ka qenë ato, por merr çoj një xhami ku janë tu ndërtu vetëm tualetet, jo diku tjetër. Hajde, inshallah. Selam aleikum, juve dhe hoxhës thotë, nëse gjatë abdesit harron njëre prej farzave të tij, me plotësu në fund apo me marr abdesin e ri përsëri prej fillimit? Nëse nuk tu kanë terë gjymtyrët e tjera të trupit dhe të karon mend çatëherë, po e zëm bën çatëherë, domethënë, për ndryshe janë o terë njëna për gjymtyrëve të farz çka është, atëherë do të me nis prej fillimit abdesin. Do të falës namazeve shpesh po teket, pyetje shkakse ato që më duhet herë po më ndreq, që kam harru diçka dhe po bëj gjithmonë sejdë në fund. Edhe kjo po më bën me u djersit. A me vazhdu me bëj çet praktik që ashtu apo me llogarit namazin si të kryjm mos i jap selam. Varet tash çka ka harru, çka ka tek që ka harru, domethënë çka po më vjen ç'është domethënë.
kujtohet, domethënë ose i vjen i dyshim se po ma kis ka harru kur gjë. Nëse ka harru diçka po e zëm se kom thonë subhanekan, nuk ka nevojë për se visej dhe heq. E kemi qartë. Domethënë nëse ka harru sunete, se namazin ndërtohet për farzeve të hanefit edhe prej vajxhibeve dhe prej suneteve. Këto trija ndërtojnë namazin. Domethënë, nëse harron diçka prej suneteve, s'ka nevojë për se visejde. Nëse e harron njënën për farzeve, duhet me përsërit krejse sun të ndërëj se visejtja. Po që nëse e harron vajxhibin ose ja u përzin vendin, që farzë, domethënë lidhet namaz Allahu Akbar dhe janis për shembull inna a'tayna kal kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar. Tani mas kësaj kujtohet që se ka thonë elhamdulillahin, tash e thot elhamin të dytën. Me këto e ndreqme se visejde në fund. Ndërsa me bo me harru rukun, dhe më thonë, ai person duhet me përsërit namazin komplet. Këtë rast, nëse harron të hijatin e parë, dhe më thonë, ose a jem në rëqatën e tretë, a jem në rëqatën e katërt, dhe më thonë, këto raste, dhe më thonë, bëhet se visejtja. Po që me bo, është farzi i parafundit, i fundit realisht, qëndrimi ullur në fund të namazit. Tash, ju ka përzi, a është në rëqatën e tretë anë të katërtën. Nuk pedin. Do të më nejnë të hijatë. Se ka mundësi që është në rëqatën e katërt, ka mundësi që në rëqatën e tretë. Tani, rrin edhe në të hijatin tjetër, për bjen që ka mundësi me qenë në rëqatën e katërt, po ka mundësi me qenë në rëqatën e pestë, që bjen domethënë ulen farzin që është me qenë ullur në fund të namazit e kam ri, qoftë në katërtën apo në të pestën, edhe në fund bën sehvi sejdë. Kemi qartë, domethënë nëse harron diçka prej suneteve, nuk ka nevojë për me bëu sehvi sejdën. Prandaj është mirë që në namaz të mundohemi me hy me përkushtim. Na ndihmon shumë që suret, duat edhe lutjet që e bëm namaz me mësu edhe shqip, domethënë janë e tyre, edhe kemi më të lehtë për ta, që më thonë, për më koncentru. Për ta, po. Kemi telefonat, da bën më dje regjia. Alo, ordoni. Është shkut linja. Mi presim telefonusin ose telefonusin e shkome për të në radhës, vetëm jemi në fund të emisionit prap të shqetësimit problemet familjare, thot diçka motivuese nga hoxha për ne në përgjithësi në gurbet, po për mua personalisht thot si nuse e re, se cilës po i shkakton probleme me burrin i vjera sar po na vjen vizit. Allah ja vletoft juve edhe gjithë besimtarëve të cilët janë të sprovuar. Motër e nderuar, në këtë botë kemi ardhur për të sprovuar. Dikush sprovohet me shëndet, dikush sprovohet me pasuri, dikush sprovohet me qetësi. Prandaj ty Allah ta paska bo me dije me një fjalë, ta paska bo të qartë sprovën tënde. Me një fjalë kur po vika vjera edhe po i trazeka, po kjo me sa po shonë nuk po jetoj kanë bashkë edhe paska më të lehtë për ta të kaluar atë. Mësaja me qujtë ashtu hujet vjeherës, mësaja që ato që ka po të qetë prej taktit edhe ti para priju atyre me mirësjellje. Po zëm të kërkon kafe, thot, kështu thot ashtu, ka herë kthejnë hajgare që ato kërkesat ose që ato ku ja u prish hesapet vjehra, ka herë, dhe më thonë, bohu kështë s'po dëgjoj, ka herë kështë s'po shoh, por mos haro gratë vjetra kanë thonë. Kënaqësia e burrit tënd, domethënë për me bë burrin të lumtur ose lumturia e burrit tënd kalon në përfytin e nënës tij. Kemi qartë, çfarë do thotë? Asana më përgatit ushqimet që ja kanë asana. Asana më duru fjalët e saj. Domethënë, nëse ti don me kalu mirë me bashkëshortin tënd, edhe me qenë rahat edhe me fëmijët e tu, bë sabër. Domethënë, edhe ka marrë një moment që ka me u kthy, ka me ra pishmon aty në veprave të cilat i kanë bu ajo në qoftë me vajzat e saj, qoftë me burrin e saj, qoftë vetë ajo, domethënë e ti tash është momenti të bësh sabër, mos prano që me u prish me burrin tënd, me prish familjen tënde, me fëmijët e tu për një person i cili ndoshta nuk ja vlen. Edhe në këtë rast edhe nona e burrit, po nuk ja vlen me prish familjen e as me u idhnu me burrin tënd, as me anxe kryt, me thonë kështu më tha, kështu ma boni kështu, po ndoshta edhe burri kur ankohet, thuj, jo, mos e vret mendjen, se ka thonë bash ashtu, a kupton? Do të thonë kthej pak senet në format tjetër, do të thonë, po, absolutisht, do të thonë, nëse bër diellin mi krye burrit tënd, do të thonë, sa po vjen kjo, po na thot kështu, po na thot ashtu. Kaloj me sportivitet, do të thonë, edhe me emër të Zotit kemë pas se kanë me ndryshu senet. Edhe se po vjen ajo,
Ka qef këtu shtim, që ato bëne. Se pas ke bo kur qysh, a mirë ki, herën tjetër do të mundon edhe ma mirë. Edin se i pëlqen filon perdet, filon diqka, do më thonë qka i pengon asona, qa po të kushton, tash na ka qu zote mundësi, materiale, kemi mundësi, materiale, bëne që ato, po kështu po ashtu, krye do më thonë qatë pjesë, mos i harro këto fjallë, Allah ta letofti ja Rabbel Alamin, edhe bof që veprat e tua të mira me përfitu dashnin e vjehrës realisht që ajo tani më dashty, mos harro. Një rast po të tregoj prej vetësime, një djalë dhe një vajzë kalon shumë mirë, por nona e djalit nuk e pranon të me qujt kur qysh vajzën. Kemi qartë dhe ankoheshin se ata duheshin, kuptoheshin krejt mirë, po problemi është Qysh me rregullu punën me nonën, me vjerrën. Gju nonën për një gru, me njëjtën kohë tash sunë gjysmën tonë dhe sunë lënë për shkak të nonës. Prandaj them burri i mirë shkon me një krah ka nona ose prind ose familja, me një krah ka gruaja e vet, domthonë e menaxhon situatën. Një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po ta tregoj që ky hadith ja u ka ndresh aty në raportet, ka thënë pejgamberi alaihi salam tahadu tahabu. Thot i jepni dhurata, thot do të shtohet dashuria në mesin tuaj. Kështu, çka i pëlqen vjerrës diçka, ama diçka e vlefshme që ajo e vlerëson, që ato bleja, edhe domethënë ja jep si dhuratë. Me qëtë rast, kjo vajza i blente her pas herë që ato që e pëlqenin vjerrës, edhe ka fitu tash dashurinë, edhe respektin e vjerrës së saj, edhe dalin pinë kafe sikur dy shoqe, domethënë edhe hoqku e gjete formulën, nuk e gjeta, unë veç e thash hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, edhe unë them ne na mungon një sociologji islame. E kemi të qartë, domethënë, në rregull bazat e sociologjisë me i marrë kënene, por me i sqaru edhe me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë, problemet shoqërore me i ndreq me ngjarjen ose me sunetin e pejgamberit alayhis salam, duke i aplikuar domethënë hadithet edhe veprimet e pejgamberit alayhis salam në jetën tonë. Allah ta përmirësoj gjendjen ya Rabbel Alamin. Amen. Hoq, Allah shpëbleft. Shpëzoshëm, besoj që kemi disa pyetje pa sqaruar, po inshallah zot njavë, nëse na ka dhënë Zoti i imër, me u dhënë përgjigjet atyre që na metën, atyre që na vinë. Allah në roftë e shpërblet, faleminderit shumë për mundësinë, faleminderit shumë edhe për vëllezërve dhe motrave që ishin me ne. Allah i rujt, Allah i shpërblet. Amen. Ne takojmë sot në javë, dhe në takimin e radhës, ju të qëndroni me ne, siç qëndroni me ju 24 orë 7 ditë javë, deri sot në javë. Selam aleikum dhe mirë mbetjet.